se marrë kam ditë pyetje në fakt, ka parë me Ilir-Metën, pse gjithë këtë dashuri vitët e fundit edhe në rrjetet sociale për Ilir-Metën, por në fakt marrëdhënia, mund ta bëj pyetje, marrëdhënia juaj muajt e fundit nuk ka qenë shumë e konsoliduar. E para nuk është dashuri shpirtërore apo emocionale, është respekt politik. Duhet të bëjmë dallimin midis dy gjërave që pavarësisht marrëdhënies time personale me Ilir-Metën, e cila ka mbaruar të përja them, dhe për çdo njeri që ka iluzion që mund të mendoj jo po kështu jo po ashtu, është një marrëdhënie që unë mund pi kafe me Ilir-Metën kur dali për të diskutuar për problemet e fëmijëve apo për gjë tjetër, por unë marrëdhëniet personale të mia me Ilir-Metën janë të përfunduara. Në aspektin politik, do të kuptoni një gjë që Monika Kryemadhe nuk është si gratë të tjera. Inati në nxjerr në mënyra të tjera nuk ka për të nxjerrë inat në politikë. Politika është vlerë, është princip, është parim. Monika Kryemadhi nuk ka dashuri shpirtërore për Ilir-Metën, e ka pasur, sigurisht e ka se është babai i fëmijëve të saj, por ka respekt politik për Ilir-Metën dhe jemi sinqert, veprimi i Ilir-Metës për të kandiduar në listë tregoj edhe një herë që është politikan dhe është burr shteti. Nuk është frikacar, është një njeri që merr përsipër, nëse mua nuk më votojnë qytetarët e mi, unë s'kam se të jem në